Përshëndetje dhe mirë se gjejmë shikues të nderuar edhe me këtë emision të radhës Provita. Në këtë emision ne do të flasim për rëndësinë e dhënies vullnetare të gjakut, që ndryshe njihet edhe ilaçi i cili as nuk shitet, as nuk blehet. Dhe për atë se sa ne jemi të vetëdijshëm për rolin dhe rëndësinë e këtij dhurimi të gjaku, vendosëm që të flasim bashkë me drejtorin e këtij instituti të transfuzionit këtu në vend, me doktor Amir Elezin, por gjithashtu edhe ekipi Provitës vizitoi, domethënë këtë institut, morëm ca pamje, po edhe një-dy intervista të cilat do keni mundësi të ndiqni pakës më vonë, por fillimisht të përshëndesim mjekun bashkë, domethënë edhe në emër të ekipit të televizionit tonë, që edhe përkundër faktit se jemi sot festë shtetërore, ju nuk nguruat dhe erdhët këtu në emision për të qenë bashkë me shikuesit e Provitës. Doktor, mirë se erdhët në Provita. Mirë se u gjeta juve, stafin tuaj dhe të gjithë teleshikuesit që sonte do t'jenë me ne. Njerit ju falenderoj edhe për ftesën. Ishte kënaqësi, t'ju mirëpresim në hapësirat e Institutit për Mjekësi Transfuzionit në Shkup dhe të kemi edhe një bashkëbisedim sonte të dy bashkë në interes të gjithë shikuesve dhe qytetarëve. Doktori përgjithshëm, por ja që edhe drejtori i këtij instituti kaq të rëndësishëm, unë do thoja nëse nuk gaboj, një farlloj banke ku grumbullohet dhe ku gjaku mblidhet dhe sigurohet për të qenë i sigurt dhe për t'i dhënë atyre që ka nevojë. Po pikërisht. Është apo jo një farlloj banke, apo unë ndoshta. Pikërisht ashtu siç e the, më thon gjithkund edhe në botë, mjekësia e transfuzionit quhet edhe një lloj banke e gjakut dhe produkteve të gjakut, shkaku se merret me procesin e grumbullimit nga dhuruesit vullnetar të gjakut deri te pastaj procesi i përpunimit dhe ruajtjes në suazat të institutit tonë dhe më pastaj edhe shpërndarja apo distribuimi nëpër klinika deri tek pacienti në nevojë për gjak dhe për produkte të gjakut. Pra, nëse përmbledhim ashtu, është pikërisht si një bankë e gjakut. Po. Doktor, cili është roli i një menaxhuesi, një drejtori në këtë institut? Se këtu, domethënë, nuk japim shërbime mjekësore, po ne, domethënë, marrim, dhurojmë gjak, pastaj ju, normal bashkë me ekipin e juaj, e siguroni, e përpunoni dhe mandej i bëni gatshëm dhe ruani në vendet posaçme për cilat do i shohim apo jo, se bashkë ishim edhe ne me ekipin e Provitës, edhe shikuesit do kenë rëndësi. Shkurtimisht roli i drejtorit në një institucion kaq të rëndësishëm për gjithë ne. Atë roli është sigurisht që të menaxhojmë institucionit me të punësuarit, me resurset dhe me gjitha nevojat të cilat janë sa i përket, por edhe me sfidat të cilat paraqiten. Më duhet pranoj që me ardhin time si menaxher në këtë institucion kam hasur një ekip të shkëlqyer, bashkëpunëtorësh të mi, të cilët edhe në vitet para se unë të emërohem si drejtor kanë menaxhuar me institucionin suksesshëm dhe jam pjesë e një ekipi për cilin unë jam krenar dhe jam gjithashtu në shërbim të atyre pikës pari, por edhe gjithë pacientëve dhe gjithë sistemit shëndetësor që me aftësitë e mia aq sa kam unë mundësi dhe dieni të ndihmoj që të rriten kapacitetet e këtij institucioni dhe të përforcohet institucioni dhe dhënia e shërbimeve. Atë që thatë ju është e vërtet, mirë po institucioni jonë ngërthen edhe shërbim ambulantor për pacientët të cilët vinë vizitohen dhe përveç këtij roli si banke e gjakut dhe produkteve gjakut ka edhe këshilla ambulantore ku pacientët nëpërmjet terminit tim ose gratë shtatzëna më së shumti për kontrolle laboratorike vinë tek institucioni jonë dhe me një laborator të sofistikuar ne arrim që t'i shërbejmë këta pacientë. Më pas për rolin dhe gjitha ato shërbime do ndalemi, po tani do doja domethënë bashkë me juve që të ndjekim intervistën e shkurtër që e realizuam domethënë në këtë institut me doktor Veton Qiqen, me cilin biseduam shkurtimisht normal kësaj radhe për atë se çfarë pam aty dje, kë krejt e pam dhe cilat janë ata persona që mund dhurojnë gjak e cilat jo, por gjithsesi edhe sa me rëndësi është t'i dhurojmë gjakun, domethënë atij sepse nuk dim asnjëherë se kujt krejt i duhet domethënë gjaku dhe në cilin moment. Regjine, se është gati?
intervista, ta ndjekim bashkë që pastaj të kthehemi prapë në studio të vazhdojmë për rolin dhe rëndësinë e këtij institucioni me drejtorin Dr. Elisin. Doktor Veton Qiqe, tashmë specialist transfuziolog dhe gjithmonë kur ekipi Provitës vije këtu në hapësirat e klinikës ose institutit të transfuziologjisht, ju gjejmë juve bashkë me kolegët e juaj këtu. Si do e kishit përshkruar ditën sot, kishim apo jo dhurues të gjakut? Njerë përshëndetje, faleminderit që keni ardhur na keni vizitu dhe njëkohësisht e bëni një falloj promovimit të gjakdhurimit. Dita e sotme, edhe pse koha është pak me shi jashtë, prapë ka pas dhurues të mjaftueshëm, deri në ora 12 janë diku afërsisht 20-25 dhurues. Ku prej tyre prej moshave janë mosha e rritur, mendoj mosha e ndërmjet 20 dhe 30 vjet, sa i përket gjinisë, më shumë ka gjini mashkullore se sa femërore, në përgjithësi mbi 80% dhurojnë gjinia mashkullore se sa femërore dhe duhet punohet në kontekst që bëhet motivimi dhe promovimi që edhe gjinia femërore të bashkangjitet këtij karavani të humanitetit. Atëherë na tregoni cilët mund të jenë, edhe jo që nuk e dim, po të na përkujtoni se disa herë keni folur apo në programin ton, cilët persona mund të janë dhurues të gjakut, e cilët pastaj ndodh që edhe ti ktheni ashtu siç më kthyet më sot. Kushtet bazë që kërkohet që një person të jetë dhurues i gjakut, për fillimisht është mosha e tij, duhet fillon diku prej 17-6 muaj. Mosha fillestare dhe mosha e fundit ose mosha e cila nuk e lejon të dhurohet është 65 vite. Këto janë kushtet fillestare. Mandej, pjesa e dytë që kërkohet është të plotëson kushtet shëndetësore, të jetë i shëndetshëm, mos të ketë sëmundje kronike të cilat nuk shkojnë me përshëndetësi me protokollet tona. Kushti i tretë është që hemoglobina e tij të jetë në nivele të mjaftueshme për dhurimin e gjakut. Për meshkuj është 135, kurse për femrat të jetë mbi 125. Dhe gjithashtu kushti i katërt është pasi që një dhurues ka dhuru gjak, hapësira kohore është diku rreth 4 muaj deri në 3 muaj. Sigurisht do të ketë pyetje se me terapi ose me terapi cilën marrin dhurues për sëmundje kronike, cilat terapi nuk lejon që dhuruesi të dhuron gjak. Për shembull, ato sëmundje që janë më të shpeshta në popullatën tonë, sikurse hipertensioni dhe diabeti, nuk janë shkak që mos dhurohet, vetëm se duhet ketë kujdes terapia e cila mirët. Për shembull, nëse një dhurues i cili është me diabet tip 2 dhe është në kontroll të sheqerit ose glikemisë në gjak me anë të insulinit, ai duhet të jetë i refuzuar përgjithmonë, nuk lejohet. Kurse ato që janë me terapi për shtypje, për hipertension, ato nuk kanë pengesë, mund dhurohet pa kurrë problemi. Gjithashtu, në popullatën tonë është shpesh edhe problemet me gjandën tiroidike, hipotireoza. Gjithashtu ato nuk kanë pengesë për dhurimin e gjakut, vetëm duhet ketë që terapia që marrin ato mos të kaloj mbi 100 mg. Çka me ata persona për shembull për momentin kanë shtypje të ulët dhe nuk janë gjendje apo jo të japin gjakun ose të dhurojnë, e me personat që ndoshta nuk din që kanë sëmundje infektive dhe ja që ju më duket se para se të dhuroni gjakun pastaj ose të jepni gjakun në institucionet përkatëse, ju i bëni gjitha analizat. Në këtë kontekst, çfarë do kishit shpjeguar shikuesve të Provitës? Para se të jenë dhuruesit dhuron, e plotson një ankesë, e cila është ankesë e cila ka të bëjë me shëndetin e tij. Mandej fillon kontrolla mjekësore. Nëse gjatë kontrollimit mjekësor mjeku heton që shtypja e tij është e ulët, ajo nuk paraqet ndonjë problem shumë të madh, sepse ka mekanizma ndryshme të cilën mund të arrisë shtypjen, me pi langje ujë, e kështu me radhë mund të ngritet shtypja. Dhuruesi duke plotësuar anketën duhet të jetë i sinqert në pyetjet që i përgjigj, të jetë i sinqert që në momente në periudhën diku 10 ditore ka pas ndonjë sëmundje infektive, siç është ftofje apo probleme mushnit apo virose ndryshme, duhet të jetë i sinqert dhe atëherë rregulloria ose protokollet thonë që duhet refuzohet për 14 ditë. Varësisht prej terapisë që me për atë virozë ose për infekcionin që e ka. Doktor, edhe një informacion ose një këshill për femrat që janë domethënë me cikël menstrual, munden apo jo njëjta ditë dhurojnë edhe gjak? Ndoshta është pyetje e logjikshme, është përgjigja, është e logjikshme, po më duhet në aspekt profesional. Është një pyetje e cila kërkon të sqarohet më tepër. Në protokollet tona nuk ka pengesë, një femër e cila është me ciklin mujor nuk është pengesë për dhurimin e gjakut, mirë po këtu varen disa kushtet individuale të cilat vijnë për femrën, sa është zgjatja e ciklit, sa humb gjak, sa është volumi i gjakut, atëherë mbas këtyre informacioneve që i merr mjeku gjatë kontrollimit të dhuruesit, atëherë vendos
duhet kjo të dhuron sot gjak apo nuk duhet. Por nuk e domosdoshme në kohë, mund të pritet apo jo? Po, mund të pritet, mirë po duhet kemi kujdes, sepse cikli mujor din edhe ta zbret në nivelin e hekurit shumë dhe ideja e dhurimit është që mos t'i dëmtojmë dhuruesit, ashtu si kanë ardhur të shëndosh, të shkojnë dhe të shëndosh. Kështu që nuk sugjerohet, mund të konkludojmë. Nuk kisha thënë që nuk sugjerohet, mirë po është pyetje e cila duhet i përket mjekut i cili e bën kontrollin në momentin e dhurimit. Edhe një këshill për gjithë ata që ndoshta ende s'kan vendosur dhurojnë gjak, kur e dim se një pikë gjak thon shpëton jetë. Për gjithë ata të cilat miren me ide të ndryshme, ju kisha preferuar që të vinë të na vizitojnë, të shohin njerëz se çka është dhurimi i gjakut. Gjithashtu na ndihmojnë edhe për motivim të dhuruesve, sepse dhurimi i gjakut është akt i sigurt, nuk paraqet rrezik për jetën. Gjithashtu është një akt i cili ndihmon 3 personave me një dhurim gjakut. Mund të supozojmë që ndërmjet atyre 3 personave që ndihmojmë mund të jenë nën e posalindur dhe një fëmijë i posalindur. Kështu që jap sugjerim të gjithë qytetarët dhe ato që kanë mendje, na vinë të na vizitojnë dhe të jenë të bashkangjitur së familje të madhe të dhuruesve. Si mjek që punoni këtu në këtë institut, jeni apo jo të kënaqur me kushtet në cilat punoni, pavarësisht se mund të ndjek drejtori, ministri, institucionet domethënë kompetente të udhëheqësit, sepse megjithatë ky emision para se gjithash është më tepër nga ana e mjekëve se sa përfaqësuesve edhe menaxhuesve. Kështu që ke ndonjë vërejtje, ndonjë kërkesë, ndonjë këshill në adresë të udhëheqësve të institucionit, çka do kishin ndryshuar? Për këto përvojën time që kam diku afër 7 vjeçare, që jam në institucionin e transfuziologjisë, janë ndër kushtet që i plotson si institucion i plotësojmë gjitha kushtet evropiane që kërkohen prej protokolleve faktikisht, prej direktivave evropiane dhe i plotësojmë të gjitha kushtet për kvalitet. Dhe kështu që është i vetmi institut i cili është një hap para në Evropë se sa vetë shteti jonë. Kështu që ne jemi para në Evropë dhe gjithçka është në mënyrë të përkryer. Si nga aspekti i higjienës, si aspekti i personelit mjekësor, sidomos në pjesën e repartit ku mirret gjaku, gjithçka është në nivelin e duhur. Faleminderit që ndatë kohë. Besoj që do ju kemi drejt për drejt në një nga emisionet e ardhshme tani si specialist i transfuziologjisë. Faleminderit për juve, shpresoj në të ardhmen. Ja, pra shikues të nderuar, ndo që t'intervistën me doktor Qiqen, me cilin biseduam në kësaj radhe. Shkurtimisht shpresoj se do e kemi shumë shpejt edhe drejt për na i dhënë detajet pak më të zgjeruar edhe gjithë atyre dilemeve për cilat ne mendojmë ose ndoshta edhe nuk i dime që kanë të bëjnë domethënë me dhurimin e gjakut. E ne kthehemi në studio. Drejtori jo vetëm doktor Qiqe, po edhe mjekët tjerë me të vërtet nuk u ankuan, ndo nëse i pyeta edhe para kamerës, edhe pas kamerës, keni ndonjë vërejtje apo jo si të punësuar aty. Ne si gazetare bën punën tonë, nuk kanë ankesa. Ju a mendoni se ky institut është mos themi përkryer çdo aspekt, po i përmbush gjitha ato standarde evropiane për të siguruar gjakun të cilin ne si qytetarë dhurojmë, pastaj ju e përgatitni dhe pastaj e siguroni dhe e ruani për atje ku ka nevojë. E në cilat raste ka nevojë do shpjegojmë pakës më vonë edhe në cilat institucione. Po atëherë të ndërlidhem dhe unë me shpjegimin që bëri doktor Vetoni, është njërë ndër mjekët tanë të ri, por të spikatur, djalë i Zoti dhe profesionist mbi të gjitha. Ajo që e tha edhe për kushtet edhe për nivelin e standardit me të cilin funksionojmë ne si institucion, është mëse e vërtet, shkak kjo që viteve të fundit edhe diplomat të huaj në rast të ndonjë intervenimi kirurgjikal apo nevoje për gjak në vendin tonë sigurojnë gjak nga institucioni jonë. Më duhet ta përmend që më përpara nuk ka qenë e mundur kjo, shkaku se mbas të protokolleve diplomatët është dashur që të sigurojnë gjak dhe produkte gjakut nga Selaniku. Tashmë disa vite edhe institucioni jonë i përmbush të gjitha kriteret sa i përket sigurisë dhe përpunimit të gjakut dhe të produkteve gjakut dhe po që se ka nevoj edhe diplomat të huaj, delegacionet të ndryshme të cilat vinë në vendin tonë, gjithmonë në koordinim edhe me institucionet e tjera të sigurisë. Ne ju sigurojmë grupe të gjakut të funksionerve dhe të delegacioneve të ndryshme qoftë
të sektorit të sigurisë apo të korit diplomatik, do më thënë si institucion jemi bashkëpunues me shumë institucione tjera në vend përveç spitaleve, me të cilat bashkëpunojmë dhe sigurojmë gjak dhe produkte të gjakut. Një ashtu jemi pjesë e organizatave të shumta evropiane dhe kemi edhe bashkëpunim edhe me institucione tjera si motra që janë në rajon, qoftë në Tiranë, qoftë në Prishtinë, apo edhe vende tjera të rajonit. Sigurisht që pikë referimi e kemi edhe qendrën e Zagrebit, ku shumë metoda dhe pajisje të cilat veç më janë atje, po i përdorim edhe ne në kuadër të përmirësimit të kushteve të punës dhe synimeve tona që i kemi si institucion. Për të parë kushtet në cilat punojnë kolegat e juaj dhe me kushtet në cilat mund të them edhe ata që ishin para ju, po për momentin ju jeni menaxhues, po ofroni do me thonë edhe të punësuarve, po edhe qytetarëve, dhe u lusim Regjin që në prapavile t'i lëshon sekuencat filmike që i morën bashkë me kameramanin ton, e ne në ndërkohë doktor, kur të shihni të arsyeshme, mund t'i komentojmë megjithatë të emisioni drejt për drejt, do të ndonjëherë shkon edhe spontan, nëse e shihni të arsyeshme mund të vazhdojmë edhe me pyetjet, siç është për shembull sa i rëndësishëm është ky institucion në bashkëpunim me spitalet dhe institucionet tjera shëndetësore, aty ku ne si qytetar, si pacient, do me thonë, trajtojemi, e në raste të cilat mund t'jenë edhe të papritura nevojitet gjak. Atëherë, me që e përmendet, institucioni jonë është një prej hallkave më të rëndësishme të sistemit shëndetësor në vend, duke pas parasysh se pa gjak dhe pa produkte të gjakut nuk mund të funksionojnë sallat e operimit, nuk mund të funksionojnë qendrat e hematologjisë, sidomos edhe tani më që është shtuar numri të smurëve me kancer, edhe qendrat onkologjike në vend përdorin gjak dhe produkte të gjakut. Prandaj dhe betejë jonë është e çdoditshme për të siguruar numër të mjaftueshëm të dhuruesve vullnetar të gjakut, me vetmin qëllim që të arrijmë që kërkesat e spitaleve dhe gjitha institucioneve që i bëjnë drejt nesh të arrijmë që t'i përmbushim deri në fund, duke pas parasysh se bëhet fjalë për jetë njerëzish dhe ne asesi nuk guxojmë të dështojmë në këtë pjesë. Unë jam më së kënaqur me nivelin dhe me gatishmërinë edhe të ekipit tim dhe gjithë atyre që janë të përfshirë në sigurimin e dhuruesve vullnetar të gjakut, gjithë e bëjnë punën e tyre me profesionalizëm dhe ne momentalisht kemi sasi të mjaftueshme të gjakut dhe të produkteve të gjakut. Mu duhet përmend që në situata të jashtëzakonshme dhe në situata të fatkeqësive të ndryshme, ne si institucion jemi ndër institucionet kyçe të cilat jemi në ndihmë të pacientëve të lënduar, qoftë nga ndonjë fatkeqësi natyrore apo si që kishim rastin e Koçanit kur patë një fatkeqësi të përmasave të mëdha, institucioni jonë ishte në krye të detyrës dhe arriti që në orët kritike derisa pacientët trajtoheshin në klinikat e Shkupit të sigurojmë gjak dhe produkte gjakut për gjithë ata pacientë. Gjithashtu më duhet të falenderoj dhe të lëvdëroj edhe gjithë qytetarët të cilët janë human dhe sidomos kur ka kështu raste të kështu lloj tragjedive apo sprovave të gjithë shoqërisë, ata dinë të përgjigjen dhe të vinë në numër të madh për të dhuruar gjak, por edhe gjatë ditëve dhe përditshmërisë kemi numër të mjaftueshëm të dhuruesve gjakut, me anë të cilëve ne arrijmë që ta mbajmë këtë sistem të gjallë, do kisha thënë, dhe në krye të detyrës për të përmbushur nevojat e pacientëve dhe të institucioneve. Kështu që po, institucioni i mjekësisë transfuzionit gjakut është një ndër infrastrukturat kritike edhe të sistemit kompleks shëndetësor në cilin është Maqedonia e Veriut, por gjithashtu bën pjesë edhe në infrastrukturën kritike sa i përket sistemit të sigurisë. Për atje do na sharoni se me të vërtet duheshin, apo jo ne do i shohim bashkë këto, po edhe shikuesi do i shohim, jo që është hera e parë Provita që ka vizituar, do me thënë këtë institut, po ko pasko e dim të vizitojmë dhe me të vërtet, ja, edhe shikuesi do i shohin se si përpunohet, si qytetarët vinë, dhurojnë gjakun, se si ruhet, si përpunohet, si ndanë gjithë ato kompetentë ose prodhime tjera, apo jo, kemi eritrocite, trombocite, plazma e kështu me radhë, për atë besoj që do kemi kohë të na sqaroni se çfarë krejt produkte
prej një njësie, do me thënë. Por më intereson fakti, doktor, a keni mjaftueshëm rezervat të gjakut, jo vetëm për këto havarit e tragjedit e ndryshme, për çdo rast, që çdo spital, do me thënë, i vendit, duke filluar në Shkup, se qendra është në, apo jo, në Shkup, po edhe në spitalet e vogla, në periferi, në qytetet e tjera të vogla, ku ndoshta paprit mas ka nevojë për gjak. Si funksiononi dhe cili është ajo rrugë që e bashkëpunimit mund ta quaja, që do i kishit sqaruar për gjithë shikuesit e Provitës? A janë të furnizuara spitalet? Po, si edhe kush mban llogari që ato gjatë vazhdimisht jenë të furnizuara me njësi gjaku, se ne kemi 4 grupe të gjakut. Si funksionon? A mund të na shqaroni? Ne kemi një sistem të mirë planifikuar dhe të sistemuar sa i përket përmbushjes së detyrimeve tona dhe nevojës së pacientëve dhe institucioneve. I bënin bazë kërkesave të institucioneve tjera ose spitaleve, apo në bazë të interes edhe të qytetarëve që ta dinë se ne përveç qendrës së Shkupit kemi dhe 3 qendra tjera rajonale, ajo e Tetovës, e Manastirit dhe e Shtipit, dhe këto qendra rajonale kanë ndër vete ngërthejnë edhe 22 qendra më të vogla, do më thonë spitale dhe institucione tjera shëndetësore më të vogla në çdo qytet apo qytet ku ofrohen shërbime shëndetësore të cilat parashohin që të përdoren gjak dhe produktet e gjakut, dhe në këtë pjesë ne jemi bukur mirë të organizuar edhe sa i përket transportit, mënyrës dhe standardeve me të cilat ne transportojmë gjakun dhe produktet e gjakut, do më thënë këtu është zinxhiri i ftohtë që i quajmë ne, temperaturat në të cilat bartet gjakut dhe produktet e gjakut, dhe jemi një sistem i integruar ku gjatë gjithë kohës menaxhojmë dhe në rast se ka nevojë apo deficiencë në ndonjë qytet të caktuar për një grup të caktuar të gjakut, ne arrim që me automjetet tona që të sigurojmë gjak dhe produktet gjakut nga një qendër e caktuar tek një qendër tjetër. Kemi dhe një ashtu dhe një sistem informativ i cili gjatë gjithë kohës jep të dhëna se sasi kemi në çdo qytet dhe me sa rezerva disponojmë ne si institucion, kështu që një ekip i tërë është që merret në përditshmëri sa i përket numrit dhe sa i përket nevojës dhe kërkesave. Kështu që qytetarët dhe gjitha institucionet duhet të jenë të qetë se me të vërtet jemi në krye detyrë sa i përket sigurimit të gjakut dhe sasive të gjakut. Eventualisht në bazë të çkafit ju jeni sigurt, ose kush e mban atë mbikëqyrje se ato komponent, ato do të thonë njësi gjaku që janë nëpër qytete të tjera, në spitale të ndryshme, janë të sigurta? Po, do të thënë ka një sistem i cili thash është integruar dhe me sistem informativ, do të thënë në frigoriferët që ruhet gjak dhe produkte gjakut ka data logger që në rast se ka ndonjë devijim të temperaturës, menjëherë alarmojnë stafin ton, njështu edhe unë jam i kiqur direkt në këtë pjesë dhe në bazë ditore kam raport se sa disponojmë me sa sasi të gjakut nga çdo lloj grupe, kështu që në këtë pjesë ne mund të them që i përmbushim të gjitha kriteret sa i përket ndjekjes dhe sigurimit të produkteve të cilësisë lartë, shkaku se kriteret në shëndetësi nuk tolerojnë improvizime dhe ne gjithmonë duhet jemi duke i përmbushur gjitha këto kritere për të siguruar produkte të cilat janë të sigurta për pacientët. Se cilat krejt produkte dhe sa është i sigurt gjaku dhe prej procesit të hyrjes së një pacienti në këtë institut, uljes, marrjes në pyetje, në shkrimit të pyetësorit, përgjigjeve kështu me radhë, të ndalemi më pas, ta dëgjojmë edhe njërin nga mjekët i cili në mënyrë rekorde ka dhuruar gjak, ose më veç ka dhënë 100 herë, ka dhuruar mbi 100 qenka, po. Shkojmë me edhe intervistën e kësaj radhe të shkurtër me doktor Zoran Ando, no? Goran Ando. Goran, falni, po, kërkoj ndjes doktor Goran.
se çfarë do të thotë për të kjo. Unë shpresoj se ndoshta në një të ardhme të shpejt do e kemi edhe atë më gjërësisht, pse jo live, por me qenë se ky emision është në gjuhën shqipe, kërkoj ndjes, po ja, megjithatë kemi njërin nga mjekët i cili mbi 100 herë ka dhuruar gjak. Ne kemi edhe mjek tjerë që kanë dhuruar 10, 15, 30 e kështu me radhë, por mbi 100 ende duket vetëm ky është në vend, apo? Nga stafi mjekësor, mbas informacioneve që kam, po, ky është mirë, po si të thashë, në sistemin tonë informativ ka shumë të tjerë që janë me shumë dhurime, ka ca të tjerë të cilët derisa ne kemi vendos këtë sistem të ndjekjes numrit të dhurimeve, kanë dhuruar dhe më përpara, mirë po kanë humbur librezat e vjetra, dhe për këtë shkak dhe ne po bëjmë një inovacion, shkaku se po bëjmë një aplikacion për celular në të cilin do të integrohen të dhënat e sistemit tonë informativ, dhe çdo dhurues do të ketë një profil të vetin, do të shef në kohë reale sa herë ka dhuruar, ku ka dhuruar, dhe mundohemi që të jemi në hap me kohën që kështu lloj inovacione që janë të mirë të dhuruesve dhe në kërkesë të kohës në cilën po jetojmë, t'i sjellim pranë dhuruesve tanë gjakut dhe mendoj që kështu do të kemi një ndjekje më të mirë se sa herë kanë dhuruar, nuk do kemi më problemin që edhe pse kemi një database, ndodh dhe sidomos në kaluarën ka ndodhur që dhurues kanë humbur këto kartelat e dhuruesve, pastaj nuk kemi derisa të verifikohen nëpër arkiva, kanë pasur vështirësi, kështu që me sistemin e ri dhe me aplikacionin e ri të gjitha do të kenë në një vend. Po, ta dëgjojmë kolegun e juaj, të shohim çfarë thot dhe çfarë do të thot për të, domethënë dhurimi gjakut dhe se nuk po ndalet. Sinqerisht unë ju uroj vetëm shëndet e sukses, siç tha ai vet, dhash Zoti të jetoj 100 vet, po edhe 100 herë tjera të dhuroj gjak. Shohim regji. Këtu pranë meje shikues të nderuar kem doktor Goran Andov, i cili është mjeku i vetëm në vendin tonë që ka dhuruar gjak madje në mënyrë rekorde 100 herë. Do të thotë, jeste jedan stvarno tekar vo naša zemlja koji već je 100 pati daroval krv. Tak. Kako bi go opisali to, a što sušno znači za vas pa i za site nas? Čvar do të kjo për ju, por edhe për gjithë ne? Dhe si shembull, kako primjer, što bi kažal? Vidite, ja тука на институтот работам од 88 година, 1988 година. Го засакав крводарувањето и сакав преку личен пример да дадам пора. Shifni këtu në institut unë punoj që nga viti 1988. E allërova që nga fillimi dhurimin e gjakut, kështu që përmes shembullit tim personal, desha të jap një porositë deri tek të gjithë qytetarët e vendit, se dhurimi i gjakut nuk është i dëmshëm. Madje dua të theksoj se dhurimi i gjakut është një privilegj i personave të shëndosh. I falenderohemi Zotit që më dha shëndet e me atë edhe mundësinë që të dhuroj gjake, me këtë inkurajoj të gjithë qytetarët që hamenden dhe kanë dilema të dhurojnë gjak apo jo. Ta dini se nuk është as pak e dëmshme për shëndetin, përkundrazi gjaku rigjenerohet, është mirë dhe shpëton jetë. Do t'ju informoj se numri i dhuruesve është në rritje e sipër. Pra duat i nxjisë të gjithë qytetarët që të japin gjak, sepse janë të shëndosh dhe për këtë shkak ata duke dhuruar gjak shpëtojnë jetë. Populli ynë është popull human. Ja këto ditë patëm një apel për një fëmijë. Përgjigjja ishte masive, patëm thirrje nga të gjitha qytetet. Isha dëshmitar kur gjatë havarive të ndryshme ose fatkeqësive, këto vinin qytetar si një lum për të dhuruar gjak. Domethënë me të vërtetë kemi dhurues mjaft shumë. Për ne çdo herë duam që gjaku të pres pacientin, e jo pacienti ta pres gjakun. Pra kjo është detyra jonë dhe besoni se bëjmë gjithçka që mundemi që instituti të ketë njësi gjaku të mjaftueshme për çdo rast. Këtë e dëshmojnë rezultatet sipas së cilave nga viti 2019 deri në vitin 2025 numri i dhuruesve u rrit për afër 10.000. Domethënë kjo tregon se vetdia për rëndësinë e dhurimit të gjakut tek qytetarët është mjaft i ngritur, madje edhe të rinjt janë dhurues të gjakut në numër të madh. Pra ne nuk ndalemi, ne jemi këtu dhe do të vazhdojmë me aktivitete të shumta. Juve ju falenderojmë që na vizituat dhe që na përkrahni si medium.
Ja fra shembull, cilin me të vërtet duhet ndjekur, nëse jo 100 e më tepër, spaku let fillojmë sa për fillim, 1 herë, 2, 3, e pastaj shohim deri ku do mrim, se si qëta doktor Goran, sinqerit benefitet nga dhënia vullnetare e gjakut nuk janë vetëm për atë që ne po shpëtojmë jetë, që është qëllimi kryesor, por kemi benefite edhe për organizmin ton, sepse disi në një farë mënyrë apo jo, ripërtrihet edhe organizmi edhe gjaku, vetëm 2 ditë janë në pyetje për që ndoshta do duhet pak ta kompenzoj me ushqim, me lëngje, por për ato jam mjeku pak shkurtimisht do na thot, cilat janë benefitet si për gjithsesi ata që janë pacientë dhe që ka nevojë, por edhe për një qytetar. Cili është procesi dhe procedura që duhet ta kalojmë për dhuruar gjak? Benefitet janë të shumta, por mbi të gjitha duhet të themi që dhurimi i gjakut nga ana e dhuruesit, do të thonë dhurimi vullnetar i gjakut është privilegj i njerëzve të shëndetshëm. Do të thonë duhet të jesh fillimisht i shëndetshëm dhe në kondicion të mirë për të dhuruar gjak. Pastaj ajo pjesa e përmbushjes dhe satisfakcioni që t'jep duke e di që me këtë akt ti ndihmon 3 pacientë të tjerë, gjithashtu është një benefit dhe një dobi për vetë dhuruesin e gjakut. Kjo implikon edhe pjesën etike dhe morale të asaj që me anë të një gjesti human të vogël do thoja, por që ka rëndësi dhe domethënie të madhe, ke arrit që të shpëtosh një jetë. Mirë po edhe në aspektin shëndetësor, rigjenerimi i qelizave të kuqe të gjakut dhe të elementeve të lëngshme të gjakut bëhet në fazat pjesës fiziologjike të organizmit, e detyroni organizmin që të ketë një rifreskim dhe me të vërtet ndodh ashtu siç rëndom me shpjegojnë edhe shumë dhurues që ndjen një lehtësi në trup pasi dhurojnë gjak dhe shtoja këtë edhe pjesën e përmbushjes shpirtërore, shkaku që e din që gjaku që ke dhuruar është bërë shkas që ti ndihmosh një pacientin në nevojë, përveç përmbushjes shpirtërore dhe lehtësimit trupor, do kisha thënë, është dhe për ne një dobi e madhe, shkaku se sa më shumë dhurues ne arrim që të kemi sa më shumë sasi të gjakut dhe të produkteve të gjakut me të cilat menaxhojmë dhe jemi në krye të detyrës për pacientët dhe për institucionet të cilat ne ju sigurojmë. Vetë akti i dhurimit është një akt i cili nuk është një traumë për dhuruesin. Ata që janë dhurues të rregullt me shumë kënaqësi vinë në hapësirat tona ose kur ne jemi në ndonjë aksion dhurimi nëpër institucione të ndryshme. Këtu pak do duhet që të ngrisim vetdijen, sidomos tek femrat që të jenë më tepër të inkuadruara në këtë pjesë, shkaku se pjesa e fobisë më shumë dominon tek femrat sa i përket pjesës së dhurimit, mirë po stafi jonë profesionist gjithmonë është aty për dhënë këshilla dhe sigurisht që pjesa e parë është vullneti i mirë për të dhuruar gjak dhe me një vullnet dhe me një dëshirë të mirë, sigurisht duke e ndjerë veten rehat dhe të shëndetshëm vinë dhuruesit në institucionin tonë. Pastaj ka ekzaminimet të cilat bëhen nga ana e mjekut dhe në rast se kalojnë gjitha këto faza, atëherë shkohet në fazën e dhurimit gjakut. E përmenda edhe më herët, kemi një sistem të atill dhe kushtet të atillat që në kohë reale ne kemi informacion sa mililitra gjak janë dhuruar, sa minuta ka zgjatur dhurimi i gjakut, në cilën dorë është punktuar apo merret gjak, cili ka qenë pjesëtar i stafit ton, cili e ka performuar këtë pjesë tek dhuruesi i gjakut dhe ne kemi një sistem të tillë të integruar informatik ku kemi shumë dhëna të cilat janë për nevojat tona dhe për nevojat statistikave dhe të përpunimit të më të tjeshëm dhe më pastaj procesi shkon në pjesën apo në repartin e përpunimit
është një proces automatik me pajisje të sofistikuara, ku separohet gjaku dhe produktet e gjakut, plazma, trombocitet, gjithë eritrocitet, dhe më pastaj shkojmë në sistemin e ruajtjes. Këtu kemi minus 31 sa ishte, provuam edhe nesë, vetëm nuk qëndrohesh tek plazma deri në 3 vite mund të ruhet në këtë kushte plazma e gjakut. Dhe më thënë, kushtet janë të atilla të cilat sigurojnë që si që shifni janë sasi... E pat ju, doktor, edhe kolegën e juaj, cila mes tjera, jo vetëm ajo, aty futen disa herë brenda ditës. A janë të siguruara apo jo? Se me të vërtet e pat edhe vetë, edhe na e tregonin minus 31 sa ishte temperatura. Po, minus 30, po. Po, se ne nuk kemi drejt. Hymë po provuam kështu si dukesh, dhe me të vërtet. A janë të sigurta edhe për punonjësit? A i kanë kushtet veshjet adekuate që të futen brenda? Në rast se i pat, ato kanë veshje speciale. Unë i pash, po mund t'i komentoni edhe ju. Të fut në ato pjesë ku ruhet e plazma, mirë po sakrifica e punonjësve shëndetësor me të vërtet është një gjë të cilët duhet gjithë ne ta respektojmë, shkaku se nuk është vetëm çështje page, nuk është vetëm çështje një koeficienti apo një shtesë në rokë që bëhet në pak për shkak të asaj që punojnë në kushte jo të zakonshme. Imagjinoni në kohë verës, do të thonë jashtë është temperatura plus 35 ose 40 ndonjëherë, dhe ato duhet të bëjnë një transformim të atill që të futen dhe në ashtu vende. Prandaj do duhet solidarizim, mirëkuptim dhe po ashtu edhe të vlerësohet puna e çdo punonjësi shëndetësor në këtë sistem kompleks dhe aq të ndihshëm, shkaku se jemi të vetëdijshëm se jo çdo kund, jo në çdo hall të shëndetësisë arrim që t'i përmbushim kërkesat e punonjësve, mirë po jam krenar që në institutin që unë drejtoj, me të vërtet të punësuarit kanë kushtet të mira për të punuar, po ekipohemi edhe me staf, po bëj përpjekje që të gjejmë mënyra të pajisemi me pajisje që do të shkojnë në pjesën e automatizimit dhe të mos ketë shumë nevojë për të punësuar dhe të mos jenë të mbingarkuar. Vullneti dhe dëshira dhe përkushtimi i punonjësve në institucionin që unë drejtoj është më të vërtet mbi njerëzor, do e kisha quajtur, dhe unë jam falenderues dhe besoj që edhe gjithë qytetarët dhe pacientët, por edhe institucionet të cilave ne ju shërbejmë, janë falenderues për faktin që arrim që në kohë dhe me cilësi të sigurojmë shërbime. Përveç kësaj kemi edhe pjesën tjetër që është më e rëndësishme sa përket kritereve, ajo është çështja e sigurisë gjakut dhe të produkteve gjakut. Ato testohen në 2-3 metoda të ndryshme që të vërtetojmë që çdo produkt i gjakut nga dhuruesi është i sigurt për pranuesin apo recipientin e gjakut dhe të produkteve gjakut. Ka disa lloje testimesh që u bëhen para se të vinë në fazën e shpërndarjes nëpër klinika, domethënë. Po, unë besoj se në një nga emisionet do kemi, domethënë edhe doktor ose ndonjë nga transfuziologët, të cilët pastaj do na isqarojnë pak se ne apo jo. Ky emision filloi me këtë, që të sensibilizojmë dhe të ngrisim vetdijen e qytetarëve se sa më rëndësi është dhurojmë gjak, sepse me një njësi gjaku, domethënë 3 pacient mund të trajtohen. Po. Me 3 elementet të gjakut, si bjemat. Po, me trombocitet, eritrocitet edhe me plazma. Me eritrocitet dhe me plazma. Faktikisht 3 pacient të ndryshëm mund të... Sa është me rëndësi një njësi, apo jo? Prandaj të përkujtojmë edhe një herë shikuesit. Atëherë shkojmë me këtë, përmendet aksionet. Si i organizon kë institut, e di se me Kryqin e Kuq dhe me ekipet e juaja apo të Kryqit Kuq, në cilat vende dhe sa këtu është jehona, sepse përmendet femrat janë pak më në dilemë të dhurojmë apo jo gjak, cilat kategorie qytetarëve, do me thënë, fillimisht themi, nuk mund, edhe pse doktor Vetoni na e sqaroi deri dikun, po thash shkurtimisht duhet sërish të trajtojmë këtë temë. Atëherë, sekretar... Edhe pse thatë femra, do me thënë, në Guroj, nga ana tjetër kemi edhe persona, qytetarë, më besoni, që për shkaqe qoftë kulturore, qoftë për shkaqe fetare, disi nuk vinë dhe dhurojnë gjak. Por në momentin që ndonjë familjar ka nevojë, nuk përtojmë. Gjithë mblidhemi, ose ndonjë i panjohshëm,
Se shpesh po shohim në rrjetet sociale kur bëjnë apele dhe bëjnë thirrje për dhurim të zëm të tipit A, B ose 0. Si sqaroni ju këtu? Ushtruan shumë pyetje, po lejoni që të përgjigjem për gjitha me radhë. Atëherë do heshti tani. Nuk ka ndonjë pengesë qoftë në aspekt etik apo moral apo edhe religios për dhurimin e gjakut. Do të thënë, kjo ngarkesë duhet të jetë e çliruar nga gjithë dhuruesit, siç e sqaruam se nuk ka asnjë pengesë sa i përket aspektit mjekësor për dhuruesin e gjakut. Kriteret dhe pse në pjesën tonë të statistikave femrat qëndrojnë më poshtë sa i përket dhurimit, është edhe nga fakti që femrat janë zakonisht më anemike dhe shpesh bien në testimin e parë se përket hemoglobinës dhe kjo nuk e ndryshon vullnetin dhe dëshirën e femrave për të dhuruar gjak, por shkaku i këtyre kritereve mjekësore, ato shpesh janë ndër kandidatët që bien dhe nuk te kalojnë pjesën tjetër që të bëhen dhurues. Më pastaj është pjesa e fobisë që është më e shprehur tek që më kthyet edhe mua tek femrat dhe kjo është pjesa tek e cila ne duhet punojmë gjithë së bashku edhe si staf mjekësor, por edhe në ngritjen e vetdijes, edhe ju si medium, edhe të gjithë ata të cilët ndoshta pjesë ne kemi realizuar dhe një kampanjë ku personazhe publik kanë qenë pjesë e kampanjës tonë për dhurimin vullnetar të gjakut. Kjo sigurisht që ka dhënë efektin e vet dhe kemi rritje të numrit të dhuruesve. Vitin e kaluar kishim numër rekord të 60.222 dhuruesve, kështu që vit pas viti shtohet numri duke pasur parasysh të gjitha përpjekjet që i bëjmë dhe ne si institucion të kiqur në pjesën e përmbushjes së atij orarit apo aksioneve të dhurimit që i përmendëm. Sigurisht që ne këto i bëjmë në bashkëpunim me Kryqin e Kuq, mirë po e gjithë logjistika, infrastruktura, stafi mjekësor është i institucionit tonë dhe ne në bashkëpunim me Kryqin e Kuq e kemi obligim ligjor që të dy institucionet të merremi me pjesën e organizimit të aksioneve të dhurimit të gjakut. Ndërgjegjësimi nëpër media bëhet nëpër rrjete sociale, sepse atë që njëjtë ushtru si pyetje nga ana juaj, synojmë që sigurisht pjesë e dhuruesve tonë të jenë mosha më vitale, të rinj të jenë pjesë, shkaku se nuk kanë smundje shoqëruese, i kanë nivelet e elementeve përbërëse gjakut më në formë dhe më pak fobi kanë, më përmendja, më pak kanë edhe fobi, por ka edhe ndalesë ligjore mbi 65 vjet për të dhuruar, por pastaj në moshën më të shtyrë vijnë edhe smundjet kronike të cilat i parandalojnë që edhe në rast se por ju i tregoni, ju jeni aty apo ekipet e juaja janë aty për të treguar. Edhe në rast se ka një vullnet mirë për të dhuruar, nuk është kandidat i dur. Mirë po, ne jemi të kënaqur me punën që bëhet, ne jemi të vetëdijshëm se mund të bëhet akoma më shumë dhe në këtë fazë edhe apeli im është që të gjithë të përgjigjen pozitivisht ftesave tona për dhurim të gjakut, të vinë vullnetarisht, për të mbushin pyetësorin sa i përket gjendjes së tyre shëndetësore, të bëhet analiza nga ana e stafit ton mjekësor dhe pastaj të shkohet në faza tjera për të qenë dhurues. Dhe synimi gjithashtu është që dhuruesit i kemi një kohë më gjatë, të jenë dhurues të rregullt, të vinë kohë pas kohe gjithmonë kur ka nevojë. Ne sigurisht kemi dhe databazën për grupet në nevojë, ka raste kur ne bëjmë ftesa dhe thirrje nëpërmjet telefonit për një grup të caktuar të gjakut në rast se është në mungesë, atëherë i thirrim. Kam pa dhe unë për rrjetet sociale apele të ndryshme që bëhen. A do të thotë se nuk keni në ato momente apo si? Është vetëm çështje paniku tek ndonjë familjar i cili haset me një situatë të tillë. Rëndom nuk janë të koordinuar me institucionin tonë, shkaku se ne zakonisht komunikojmë me institucionet, me spitalet. Këtu dhe isha ndërhyj, spitali nuk kërkon tek ju nëse nuk ka, nëse ka deficit. Spitali kërkon, mirë po shpesh herë familjarët të gjendur në ashtu
situata dhe krijojnë një panik të panevojshëm, shkaku se edhe në rast se kemi në sasi më të vogla të një grupe të caktuar, ne si thash më përpara kemi sistem të integruar që menaxhojmë, mund të sjellim nga qytetet më të afërta, vetëm për brenda Shkupit kemi 3-4 qendra që janë si banke e gjakut, kështu që ne menaxhojmë dhe niveli i panikut është gjithmonë tek familjarët e pacientëve, por jo në komunikimin tonë me institucionet, shkaku se ato e dinë shumë mirë se jemi agjil dhe gjithmonë i përmbushim nevojat e institucioneve dhe shpeshherë dhe janë keq përdorur këto lloje apelec. Përsëri do të kthehem tek tragjedia e Koçanit. Kishim një fluks të madh të dhuruesve që vishin në institucionin tonë për të dhuruar dhe unë disa herë kam bërë thirrje që dhe mos të vinë, shkaku se ne kemi nevojat mjaftueshme, pacientët trajtoheshin dhe kuroheshin jashtë shtetit dhe nuk kishte nevojë që për një herë të vinë një numër aq i madh i dhuruesve, shkaku se A keni edhe vështirë ju ti pastaj ti se apo duhet kontrollet? Jo, nuk është ajo pjesë, vetëm se eritrocitet ka një gjatësi 35 ditë. Dhe prandaj ne kemi bërë një sistem të tillë dhe një plan program se sa dhurues presim, ku i kemi aksionet, sa numër dhuruesish presim, me vetëm qëllim që të menaxhojmë dhe mos vije puna që ta hedhim ata, se ajo nuk ka atëherë kuptim në rast se ne bëjmë për këtë shkak në kështu raste kur ka kështu tragjedi, edhe pse vetdia punon dhe pjesa e asaj që don dhuruesit jetë pjesë e një fushate të banësisë. Jemi humane, jemi përgjithësi, jemi mirë, po gjithmonë do të jenë në koordinim me ne, shkaku se edhe po të vinë 1000 për një ditë nuk është se është e mjaftueshme që ne ta menaxhojmë si sistem, por edhe në funksion të kësaj që përmenda, shkaku se eritrocitet jetojnë 35 ditë, trombocitet 5 ditë. Pjesa e plazmës është që mund të arruajmë një kohë më të gjatë deri në 3 vite dhe prandaj gjithmonë këto apele janë jashtë koordinimit tonë institucional dhe këtu do të ndërlidhem edhe me pjesën e Koçanit ku imagjino kishim thirrje dhe dhurues shkonin me transport deri në Bullgari që të dhurojnë atje. Dhe u bën një keq përdorim edhe nga ana e institucioneve të Bullgarisë, shkaku që u desh të parandalohet kjo. Nuk kishte nevojë që dhurues tanë të shkojnë deri në Bullgari dhe të dhurojnë, po kishte nevoja që për pacientët tanë që kuroheshin atje të ketë nevojë për gjak dhe produkte gjakut në mënyrë institucionale, ne komunikojshim dhe kishim mundësinë që dhe të transportojmë deri në Bullgari, mirë po në asnjë moment nuk patëm një kërkesë të tillë nga ana e institucioneve shëndetësore bullgare apo serbe apo ku trajtoheshin pacientët e Maqedonisë dhe prandaj po jo, ndoshta edhe në aspekt human apo jo edhe s'di çfarë ka ndodhur, po ju jeni këtu, prandaj ju thash çka duhet ndryshojmë ne si qytetar që të dimë kur të vinë. Gjithçka pam në atë periudhë nuk kishte nevojë të maltretohen dhuruesit dhe të dërgohen deri atje kur ne kishim sasi të mjaftueshme dhe mundeshim në kohë reale dhe të dërgojmë. Se për shembull shpeshherë ne nuk mund dim edhe kur mund vim, edhe kur duhet vim. Atëherë si do e kishit sqaruar ju dhe si do na kishit këshilluar juve për gjithë ata që ndoshta ja ju kujtohet të gjithë dhuruesit janë të mirë se ardhur të vinë çdo ditë, domethënë, qoftë në pikat tona, qoftë në të përgjigjen ftesave dhe aksioneve që ne mbajmë me institucione të ndryshme, qofshin ato të punësuar apo pjesë e stafit të shkollave dhe të fakulteteve, do të thonë janë gjithë mirë se ardhur dhe për këtë ne kemi një sistem të tillë që i kemi të planifikuara aksionet dhe kjo dëshirojmë që të vazhdoj si pjesë e përditshmërisë tonë dhe organizimit tonë, kështu që nuk ka asnjë lloj pengese për pacientë, për dhuruesit që të vinë, vetëm në raste të këtyre situatave qofshin të jashtëzakonshme apo diçka që del jashtë planifikimit dhe organizimit ton, dëshirojmë që të jenë në koordinim dhe të marrin informacione zyrtare nga ana institutit ton. Aksionet që i bëni jashtë institutit të juaj i bëni në institucione të ndryshme, apo ndoshta edhe ndonjëherë edhe në komuna, por edhe ndonjëherë ndoshta në hapësira të hapura apo jo. Si funksion kjo? Sa është jehuna
Po, ne jemi shumë të kënaqur nga numri i grumbullimit të gjakut në institucionet të ndryshme. Kishim shembuj të shumtë në për institucione shtetërore, qoftë në kuvend, qoftë në për ministri të ndryshme që kemi organizuar, qoftë në për shoqata jo qeveritare, edhe tek institucioni juaj, por edhe shumë kapacitetet të ndryshme private, kompani private të cilat A kishte jehon? Seriozisht kanë numër dhe fluks të madh të dhuruesve dhe ngelet që vetëm t'i inkurajojmë që të vazhdojnë të bashkëpunojnë me ne dhe me Kryqin e Kuq dhe t'jem pjesë e asaj që ne quajmë një sistem i cili i shërben të gjithë pacientët dhe unë do kisha thënë biles edhe më tepër që këta njerëz që dhurojnë gjak në mënyrë vullnetare janë edhe heronjtë e kohës tonë. Shkaku se me një dhurim siç e përmendëm arrin që të shpëtojnë edhe të rijet. Thamë se gjaku nuk shitet as nuk blehet, është një ilaç i vetëm i këtij lloji dhe gjithë ata që vendosin të dhurojnë gjak shpëtojnë mund të themi edhe të rijet, apo jo me një njësi gjaku, por mbaret edhe se si dhe kush e pranon, sepse kemi edhe shumë grupe të ndryshme. Shumë shkurt jemi në fund të emisionit. A keni deficit të gjakut të ndonjë lloji të grupit, tipit të gjakut? Jo, nuk kemi deficit të asnjë lloji. Sepse është më i rrallë apo jo? Po, vetëm kemi grupe të cilat janë më të rralla, kemi AB negativin që është një grup më i rrallë dhe në vendin tonë dihet se është niveli më i ulët i këtij grupi të gjakut, por njëkohësisht edhe kërkesa për këtë grup të gjakut është më e vogël, sa ajo është gjithmonë në proporcion me pjesën e popullsisë se sa është i pranishëm ky grupi i gjakut, prandaj nuk ka ndonjë alarm ose ndonjë gjendje në të cilën ne nuk mund ta menaxhojmë për momentin dhe për këtë pjesë qytetarët duhet të jenë të sigurt se institucioni jonë disponon me sasi të mjaftueshme të gjakut, të kontrolluar dhe të sigurt për gjithë pacientët. Gjak duhet t'japim në mënyrë të rregullt, jo vetëm kur na duhet apo jo, sepse si dim momentin kur mund të kemi nevojë edhe ne për gjak. Ka fundi emisionit jemi drejtor. Çfarë është ajo sfidë të cilën do kishi dashur ta përmendni parashikuesit të Provitës si drejtor, si menaxhues, po pse jo edhe si doktor, po megjithatë kësaj radhe deshëm të flasim më tepër për këtë institut që më pas të lëjmë domethënë hapësirë që të flasim edhe për smundjet e gjakut, mënyrën për grupet e gjakut e kështu me radhë. Sfida është gjithmonë të përshtatemi me kushtet dhe me kohën në të cilën veprojmë. Në këtë aspekt do kisha thënë që institucioni jonë është tashmë në përpjekje për të siguruar pajisje të cilat do t'jenë automatike dhe do të mundsojnë që më pak faktor njeri të jetë i nevojshëm për gjithë të pjesë të përpunimit gjakut dhe ne jemi veçmë në përpjekje dhe me plan dhe me një kohëzgjatje të caktuar për të arritur këtë qëllim që kemi vënë vetes. Një ashtu edhe digitalizimi, pjesa që e përmenda për aplikacionin celular për dhuruesit tonë është një hap njëjtë i rëndësishëm i cili do të mundsojë që sidomos të rinjt të jenë në hap edhe ne si institucion me kohën dhe me risit në pjesën e teknologjive të reja. Sfidë tjetër do të jetë që në mënyrë racionale të përdoren produktet e gjakut, shkaku se kemi ndoshta ndonjë rast të izoluar kur jo gjithmonë porosia për gjak dhe produktet gjakut nga klinikat të caktuara është mbas të protokolleve dhe ndonjëherë ajo që kam folë shpesh edhe me drejtor tjerë menaxhues të institucioneve është që mos lejojmë që një aset dhe një produkt kaq i vyeshëm, pjesë e qytetarëve tanë dhe dhuruesve tanë të shkojë dëm. Ndonjëherë porositen një njësi më tepër, njërën e përdor pacienti, tjetrën duhet ta gjuajnë, ajo është një kosto edhe për institucionin i cili e porosit nga institucioni jonë, mirë po është me të vërtet mëkat që gjak dhe produktet gjakut mos përdoren për
nevojat e pacientëve dhe në këtë pjesë kemi bashkëpunim të mirë me gjitha klinikat dhe institucionet dhe ekipet tona me ekipet të institucioneve përkatëse punojnë në pjesën e racionalizimit dhe përdorshmërisë sa i përket nevojave reale të intervenimit i cili bëhet, shkaku se në bazë të guidelinesave përcaktohet saktë se sa gjake dhe produkte gjaku do të jenë nevojshme. Gjithmonë edhe për raste emergjente ne jemi aty që edhe në rast se duhet më tepër se sa që parashohin, shkaku se gjithmonë ndodh në mjeksi ndonjë intervenim të shkoj keq gjatë operimit dhe ka nevojë për imediate për gjak, ne jemi në gatishmëri. Jo, rastësisht edhe teksova se pacienti nuk pret, do të thonë nuk duhet pret gjakun, gjaku duhet ta pret pacientin. Ai bie kështu. Po, kështu është. Po. Këtë për fund, edhe njerë një mesazh në adresë të shikuesve për atë, jo vetëm sa është me rëndësi të durojmë gjak, po për atë që me të vërtet me qka do ju them shumë sinqerisht nga zemra do i bini qytetarët se nuk është gjë e rëndë, nuk dhem dhe një vullnetare gjakut, një njësi është, nuk i bën dëm organizmit, edhe se nuk dihet kur kujt i dohet, edhe se na duhen, do me thënë, njësi të kemi rezerva, apo jo? Thirrja jonë është që për ata adhurues të cilët janë të rregullt të vazhdojnë të dhurojnë, të besojnë në institucionin tonë dhe në sistemi shëndetësor, të besojnë tek profesionistët të cilat përkujdesen tashmë vite me radh për këta adhurues të cilat i kemi të rregullt dhe mua nuk ngelet asgjë tjetër përveç se të falenderohem dhe me të vërtet t'ju them që jam krenar për faktin që kemi arrit që këto vitet e fundit e kemi numër rekord të adhuruesve. Kjo flet shumë për shpirtin e tyre human dhe për nivelin e vetdijes që ata kanë dhe nivelin e sakrificës që bëjnë për të ndihmuar pacientët në nevojë. Gjithmonë e kam përmend se për mua janë në të njëjtën kategori me ata të cilët dhurojnë organe, edhe gjaku dhe i dhuruar është pjesë e indit të njeriut dhe sistemimi ndoshta nuk është dhe nuk mban kjo që po them në suaza të thëna, mirë po është njëjtë sikur të dhurosh një organ dhe të dhurosh gjak. Më thënë, arrin që të ndihmosh pacientit i cili ka nevojë dhe apeli jonë gjithmonë është që të arrim të rekrutojmë dhurues të ri, që me vetë faktin dhe me mikpritjen që ju bëjmë ne me sqarimin nga ana e stafit mjekësor, të arrim që t'i rekrutojnë që t'jenë dhurues të rregullt. Dhe jam i bindur që në momentin kur dhurojnë për herë të parë gjak, pastaj vetë do të ndizet dëshira tek ata që të dhurojnë edhe herën tjetër dhe ata të cilët kalojnë në për këtë rrugtim në institucionin ton, qoftë kur vinë për brenda institutit ton, qoftë kur janë pjesë dhuruesve në aksione që ne i organizojmë në për institucione, shohin nivelin e profesionalizmit, shohin se me të vërtet ajo që edhe ti përmende, akti i dhurimit gjakut nuk është akt traumatik apo akt i cili ngjall fobi tek dhuruesi, por është një akt i cili siç e vërejte edhe tek hapësirat tona, do të thonë kemi në sfond një muzikë, një staf i cili i mirëpret dhuruesit dhe gjithë është në frymë pozitive, duke pas parasysh që me këtë akt dhurimi gjakut në fund ajo përmbushja njerëzore se do të ndihmosh një pacientin në nevojë është mbi gjithë kushtet që ne mund t'i ofrojmë, është mbi gjithë trajtimin dhe mikpritjen që mund ta bëjnë stafi jonë mjekësor, vetëm fakti që dhuruesit e dinë që kanë shpëtuar një jetë flet shumë për nivelin e vetdijes tek ata. Fond, doktor, se po ju ndërprej, po na kaloi termini një pyetje nga një shikues i rregullt i Provitës, se ju dy që po na ftoni për dhe po jepni mesazhe për rëndësinë e dhurimit gjakut, a keni dhuruar gjak? Sigurisht që po.
Edhe u definitivisht kam dhuruar gjak, por vetëm njerë, sepse çdo herë mjekët kolegët e juaj më kthyen dhe e patë edhe vetë se janë ca raste, fobia, shtypja, që duke duhet punohet më tepër në aspekt qetësimi. Është edhe kufizimi, është edhe kufizimi, por jo mjaftueshëm definitivisht. Por jo, është edhe kufizimi shkaku në 3 muaj do të dhurohet, dhe më thëmë para asaj nuk mundemi, por gjithmonë tentoj që t'jem pjesë e aksioneve në për gjitha institucionet ku dhurohet, shkaku që duhet t'jem edhe shembull në vete, por edhe t'jem në përkraje të gjithë atyre të cilët dhurojnë dhe i admiroj dhe i inkurajoj gjithë që të bëjmë pjesë e grupit edhe familjes tonë të madhe të dhuruesve gjakut. Drejtor, faleminderit që ndatë kohë. Ishit bashkë këtu, na i dhatë këto sharime, unë besoj se këto tema më shpesh dhe më tepër do i trajtojmë me transfuziologët dhe hematologët, pse jo. Ju faleminderit për mundësinë. Ndërkohë, normal, para sa ta përmbytje këtë emision të sotëm, gjithë kolegëve të mi u arroj festën e sotme me urim të veçantë shëndet e gjithat mirat, ekipit të Provitës, po edhe gjithë kolegëve të tjerë, po gjithë qytetarëve të cilët i festojnë këto festa për tani. Ndërkohë për juve shikues të nderuar edhe të rregullt, por edhe ata që ko paskojnë na dishni, ju falenderoj që edhe sonte ishit bashkë me ne, shihemi të anënashme. Deri atëherë mirëmbëjtje.